ajo që është shumë e veçantë, është fakti se Halit Saitaj thot që këto fonde të zeza do të përdoreshin edhe për t'i paguar jo vetëm dëshmitarët, por edhe prokurorët pranë prokurorisë speciale në Hag. Who do you say these witnesses are you were asked to get money for? Kush mendoni ju që janë këta dëshmitarë për të cilët ju është kërkuar që të ndihni para? As ide nuk e kam. I don't have any idea. But in any event, you were told that Hashim Thaçi's family might be willing or might be the appropriate source to provide money for that purpose. Por ju, domethënë, ju thanë pra që familja Hashim Thaçit mundet të jepte para për këtë qëllim. Duhet t'i kërkojmë, tash do të fillojmë t'i kërkojmë, si Hashim Thaçit, masani t'i kërkojmë aty në tjerëve, krejta që janë në burg do t'i kërkojmë lek. Just ask them, so Hashim Thaç's family and other people who are in prison. Sorry, and other people's families of those who are in prison. Can you confirm? Yeah. No, I'm not saying. Do më e ke fjalën për familjet e atyre tjerë. Sigurisht. Po. Yes. So the families of other. Okay. So am I correct that you were asked to approach these family members and tell them what you wanted the money for, in order to benefit the members of their family who are in prison? Pra, ju kërkua pra që ti afrojeni këtyre familjeve dhe ti kërkoni atyre pare dhe domethënë arsyeja e këtyre pareve është që të ndihmojnë ata që janë në burg. Të shkojnë në black account, arsyeja është. Për shpenzime të prokurorisë, të polithetuesve, krejt Haga për atë gjykatën që ofron Hag. So, in order for the money to go into this black account or any expenses, prosecutors or anything that happens in the Hague. Ja, dhe në shumë raste. The money was supposed that you were going to go to Hashim Thaçi's family or the family of other people who were in prison, right? Do I have that part correct? Pra, ti do shkoje ke familja e Hashim Thaçit dhe familjet e atyre personave tjerë që janë në burg. Ta marrim është saktë kjo. Eksakt. Yes, okay. And mos harroni kanalin ton në YouTube me Milaim Zeken.